Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit Monitor TV. Ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të sjellur pranë jush një ngjarje apo një video, një moment interesant që ka ngjallur një diskutim. Domethënë, do ta quaja gjestin është pjesa e atij fitilit për të dhezur zjarri dhe kështu që menjëherë ka dhënë zjarrin. Gjesti po luan me top ping-pongu, po e hudh Jozin herë këtej e herë anej, herë në të majt e herë në të djathtë. Do thoni pse? Ditën e sotme banorët kanë preferuar që ta pinë kafen të qetë pranë banakut të Lori Kafes në verandë. Duke shijuar ditën, edhe pse sot jemi në ditë të verës, por siç duket dita e verës na ka ardhur me vranësira, na ka ardhur me ngjarje të këtilla. Gjesti po luante me Jozin në mënyrën më interesante. Që nga mbrëm në fakt kanë filluar ta mbajnë Jozin fort në lojë dhe Gjesti i thot: në marrëdhënien e Loredanës edhe të Jozit, unë jam shumë dakord me Jozin në këtë mes. Me një vërtetësi shumë të madhe Gjesti, me një siguri shumë të madhe. Edhe unë thot, po të isha në vend të Jozit, asnjëherë thot nuk do t'ja kisha fal Loredanës. Tani të gjithë banorët janë të shokuar. Pse Gjesti thot këtë gjë? Thot Jozi ka shumë të drejtë thot që nuk ja falën Loredanës. Dhe Jozi në atë moment po ngrihej kështu me trup, domethënë po merrte fuqinë, e kupton që un kam të drejtë në këtë pikë, ndërsa banorët e shikonin të shokuar. Dhe Gjesti thot ka të drejtë thot Jozi thot se s'ja falën Loredanës, thot se s'ka bërë asnjë gjë. Thot dhe pse s'ka bërë asnjë gjë, bile thot Jozi thot duhet shkon edhe në grindje më të madhe, domethënë situata duhet shkon edhe në familje. Pse Jozi thot ja falën, thot, bile thot asnjëherë nuk duhet ja falën, thot se s'ka bërë asnjë gjë. Në momentin kur do bënte thot Loredana në gjë, atëherë thot duhet ja falën Jozi. Dhe Loredana shkon dhe e përqafon Gjestin me të qeshur, nga që Gjesti në atë moment domethënë Jozi e pa që Gjesti le të themi po i luan me të. Dhe Jozi filloi duke i thënë: ti je gjë shumë e vogël për mua, ti je një milingon këtu brenda në shtëpi, ti nuk e din se kush është Joz Marku, ti nuk e din se çfarë autoriteti kam unë jashtë, ti nuk e din se si jam unë jashtë. Dhe Gjesti thot: unë thot, normalisht që jam me ty, thot se nuk ja fal Loredanës se s'të ka bërë gjë. Dhe thot nuk ka bërë asnjë gjë, ka qenë një vajzë shumë e ndershme, ka qenë një vajzë e devotshme në shtëpi, s'ka bërë ty asnjë gjë. Pse duhet ja falësh ti Loredanës, nuk të kuptoj. Për çfarë arsye ti duhet ja falësh? Duhet ja falësh një njeriu që të ka dash, pse t'ja falësh një njeriu që të do? Duhet ja falësh një njeriu që të ka respektu, pse duhet ja falësh? Do thënë Gjesti thash bukur që në asnjë mënyrë tha nuk duhet t'ja falësh tha Loredanës. Dhe kjo solli në fakt një sër dinamikash, një sër ngjarjesh në shtëpi që filluan banorët të qeshin me lot. Dhe Jozi aty u acarua dhe e ndjeu sikur Gjesti po luan dhe po tallet me të dhe po qeshet me të. Ne do kisha dashur të marrë mendimin tuaj, si e komentoni ju këtë ngjarje, si e diskutoni ju këtë ngjarje, dhe si u duket kjo mënyra si Gjesti i gjuan banorët si me top, domethënë herë në të majtë, herë në të djathtë, gjë e cila sot krijoi një lloj diskutimi. Domethënë Gjesti ka shkaftësinë që me një fjalë të vetme të krijojë një lloj dinamike në shtëpi që mund të arrijë në ofendimet më të mëdha të mundshme. Na ndiqni me subscribe në kanalin Monitor TV dhe jepni mendimin tuaj për këtë ngjarje.